Situatat brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 4, kanë qenë nga më të shumta ditët e fundit. Një prej tyre ishte ajo me zgjedhjet dhe egrit me banorin që u bezdis një natë nga nishani i banores. E ftuar në Edill, ishte dashura e Xhesit Xheneta ironizoi banorin. Ajo u shpreh se do t'i shkulte flokët nëse kjo situatë do të ndodhte me të. Xheneta shtoi gjithashtu se ai është mosmirënjohës dhe një vajzë që sillet mirë me të. Të më thoshte mua nëse po i pengonin qimet, ja kisha hequr flokët. Ka 2 javë që marr mesazhe të tilla, vazhdoj të mendoj njësoj, që ai është mosmirënjohës kur një femër sillet mirë me të, u shpreh ajo.